Shqipëria po ndërmerr një hap vendimtar drejt ekonomisë pa kesh. Brenda muajit dhjetor pritet të ngrihet Këshilli i pagesave digjitale, i cili do të drejtojë implementimin e programit kombëtar për modernizimin e pagesave dhe reduktimin gradual të përdorimit të paras fizike. Në tryezën e përbashkët mes përfaqësuesve të Ministrisë së Financave, Bankës së Shqipërisë u theksua se drafti për kufizimin e paras fizike do të finalizohet brenda dhjetorit, ndërsa në janar pritet të nisë zbatimi disa prej masave të para. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gen Seko në fjalën e tij shtoi se kjo nismë vendos një kuadër ligjor dhe strategjik për modernizimin e pagesave. Heqjen e keshit deri në një periudhë, duke thënë duke përkthyer cashless economy, por praktikisht kjo bëhet me disa hapa dhe me disa iniciativa konkrete. Nga ana tjetër, Ministri i Financave Petrit Malaj theksoi objektivin për reduktimin e paras kesh. Është një objektiv i qeverisë që deri në 2030 të limitojmë keshin në mënyrë që të bëjmë një formalizim më të madh të ekonomisë shqiptare. Edhe shoqata e bankave mbështetin nismën si një hap të domosdoshëm që do të zhvillohet gradualisht. Pozitive, edhe me gjë që ne kemi thënë është për limitin e keshit, po ajo mund bëhet me hapa, pra nuk është domosdoshme të shkojë në mënyrë drastike. Programi përmban 12 pika kyçe duke nisur nga tavani i pagesave kesh prej 500.000 lekësh, pajisja e tregtarëve dhe institucioneve me terminale POS deri tek eliminimi gradual i transfertave kesh për pagesat qeveritare. Masat pritet të fillojnë implementimin nga janari i vitit 2026.